këshilltarit Mereti, vëllezër dhe motra, mirë se erdhët në tupimin e koalicionit për rilindje me besë në Gosillar. Të dashur pjesëmarrës, sonte jemi së bashku të gjithë, ne që besojmë se ka ardhur koha për drejtësi, të gjithë ne që jemi të gatshëm të ftohemi për shqiptari, ne që besojmë dhe kemi besë, të gjithë ne që jemi të bindur se o sot, o kur, dhe shqiptarët duhet t'i kenë të drejtat e barabarta në Maqedoni. Sonte jemi bërë bashkë, të gjithë, ne që jemi të bindur se ka ardhur koha e ndryshimeve të mëdha, ne që besojmë se fëmijët tanë meritojnë një të ardhme të mirë, ne që besojmë se duhet të rikthejmë ato që na takon në këtë shtet, ne që besojmë se duhet të jetojmë me dignitet. Jemi sot këtu për të prezantuar një pjesë të platformës tonë politike, për të prezantuar kandidatët për deputet, të cilët do jenë